Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku përsëri edhe sot me gjurmët për të ndalur tek një temë e radhës. Sot do të fokusohemi tek një institucion që ka luajtur një rol thelbësor në formimin akademik të mijëra të rinjve. Është gjithashtu një institucion për të cilën ka shënuar histori në komunitetin tonë shqiptar, Universiteti i Tetovës, i cili këtë vit edhe shënon 31 vite nga themelimi i tij. 3 dekada histori, sfida dhe përpjekje e shumë suksese janë munduar që të shndrojnë këtë universitet në një qendër shumë të rëndësishme akademike. Në këto vite, UT-ja ka kaluar nëpër transformime të mëdha, është munduar të zgjerojë bashkëpunimet edhe ndërkombëtarisht, duke marrë pjesë në aktivitete të ndryshme në ngjarje globale të arsimit të lartë, për të mbajtur universitetin të gjallë, modern edhe më të lidhur me realitetin. Por çfarë po ndodh sot në Universitetin e Tetovës, cilat janë sfidat dhe prioritetet kryesore, si po ndryshon ky universitet për t'ju përgjigjur kërkesave të kohës dhe cilat janë vizionet për të ardhmen. Për t'i dhënë përgjigje disa prej këtyre pyetjeve, në studio kemi rektorin e Universitetit të Tetovës, profesor Dr. Jusuf Zejneli. Mirë se erdhët. Vetëm jemi mirënjohës Lisa në ftesën, edhe njëkohësisht të kontributin që jepni ju personalisht, por edhe televizioni juaj Alsatem, për sidomos sferën arsimit lartë, në veçanti edhe afirmimin dhe prezantimin e veprimtarisë së Universitetit të Tetovës, me qëllim që edhe qytetarët, studentët në punësit tanë të kenë mundësinë të njihen me zhvillimet aktuale, por gjithkohësisht të marrim edhe vlerësimet e tyre kritike që të ecin para. Mirënjohës. Faleminderit shumë për këto fjalë. Faleminderit. Ta nisim bisedën me atë që thash më herët, Universiteti i Tetovës shënon tashmë 31 vjetorin e themelimit. Cila është gjendja aktuale e Universitetit të Tetovës dhe në cilin drejtim po tentoni të ecni? Realisht ende jemi në atë themi vazhdimsinë e festave të nëntorit, janë disa emocionet veçanta, të cilët sa na inkurajojnë, por njëkohësisht na japin edhe më shumë përgjegjësi që të jemi sa më efikas, më transparent, më përgjegjës në punën tonë që bëjmë. Natyrisht edhe ky semestër pak është më i ngarkuar për gjithë institucionet e shkollimit të lartë të universitetit, për arsye se kemi përfunduar procesin e regjistrimit të studentëve të ri, transferimit të tyre, afatet e provimeve, janë realizuar kollokviumet e para, tani studentët përgatiten gradualisht për të dyta, do të i ofrojmë përfundimin e semestrit, por njëkohësisht është një përgatitje veçantë, do të me një entuziazëm, me një mobilizim të tërësishëm të stafit studentëve për shënimin e festës së madhe, përkatësisht 31 vjetorit të themelimit të Universitetit të Tetovës. Kemi bërë gati përgatitjet, sot kemi patur edhe mbledhjet të Senatit, Këshillit Rektoratit, kemi sjellë vendimet të cilët u paraprin aktivitetet të cilët duhet të ndërmerren në vazhdimsi, pra për ditën e mërkurë, datën 17 dhjetor, ku shënohet 31 vjetori i themelimit të Universitetit të Tetovës, po ajo, Liza, që është e veçantë para se dalin të përmbajtja konkrete e festës, është se disin ende jemi të lidhur edhe me ato emocionet e para të themelimit të universitetit, për arsye se ende është më e mishëruar ajo lidhja institucionit tonë me komunitetin, shkaku duke ditur se sidomos 10 vitet e para universitetit do të thotë kryesisht është përkrahur, mbajt zhvilluar nga ana e gjithë qytetarëve dhe ne ende e quajmë si vit falëndërimeve, mirënjohjeve të mëdha, do të thotë për gjithë komunitetin tonë, qytetarët tanë, dhe mandej kuptohet nga viti 2004 ishte viti i zyrtarizimit, zhvillimit dhe marrje përgjegjësisë nga ana institucioneve shtetërore, kryesisht e parlamentit si themelues, pra si miratuesi i ligjit të veçantë për Universitetin e Tetovës, zyrtarizimin. Natyrisht jemi duke bërë përgatitjet e fundit për ftesën, në cilën do të jenë pjesëmarrës student, profesor, rektor të universiteteve nga vendi, nga rajoni, nga larg, nga jashtë, themi gjithë miq bashkëpunëtorë, bartës të funksioneve publike, të jetës institucionale, zakonisht janë të ftuar kryesisht bartësit e funksioneve të cilët ndërlidhen edhe drejt për drejt me punën dhe veprimtarinë e institucionit, por në këtë rast pra është edhe një, themi pak një ftesë më zgjeruar e bazë të funksioneve për të respektuar gjithë dhe për tapur rrugë dhe mundësi që gjithë secili të jep kontributin e tij në zhvillimin e Universitetit të Tetovës, por edhe në tërësi të shkollimit të lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. E tani cila është edhe ai momenti i veçantë, është edhe një moment që na theksuam edhe paraprakisht që vazhdimisht ne shfaqim edhe mirënjohjen tonë ndaj gjithë figurave, personaliteteve
të cilat në periudhat të ndryshme kanë dhënë një kontribut të veçantë për zhvillimin e arsimit Universitetit të Tavës, afirmimin e tij. Dhe me këtë rast të veçanta do jetë se do thotë shpallet doktor honoris causa në këtë akademi solemne ish presidenti Republikës Shqipërisë, akademik profesor doktor Recep Mejdani. Është një figurë relevante, profesor akademik, studiues i cili ka një kontribut të veçantë, sikurse në zhvillimin e Universitetit të Tavës, një periudhë edhe ka ligjëruar para studentëve tanë në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore, po krahas asaj mendojmë që është një ndër personalitetet i cili ka edhe një përfaqësim, një mbështetje, një pasqyrë të mirë, një prezantim të rëndësishëm në opinion, jo vetëm në Republikën e Shqipërisë, por edhe më gjerë, edhe në mburimi për gjithë kontributin e tij, do thotë angazhimin, sakrificën që ka marrë sidomos në sferën e arsimit të lartë, edhe në avansimin, mbrojtjen edhe të drejtave shqiptarëve, afirmimin e vlerave, kulturës, arsimit tonë në tërësi, dhe me këtë rast është cilësi do të ndarja e çmimit doktor honoris causa për profesorin akademikun ish presidentin Recep Mejdani. Sigurisht me praninë edhe të shumë miqve, gjithë atyre cilët universitetit janë gjindë edhe në vitet e para të themelimit, por edhe gjatë zhvillimit të tij. Shpesh na themi që është pamundur gjithë secilit t'i ndajmë një mirënjohje të veçantë, por unë gjithmonë kam shfrytzuar mediumet dhe tani edhe me lejen e juaj, do thotë po ju shfaqim mirënjohje gjithë qytetarëve, gjithë atyre cilët kanë kontribuar që të arrijmë në 31 vjetor të themelimit të institucionit tonë, me shpresën, dëshirën që të kemi përvjetore pa kufi, po njëkohësisht edhe duke marrë lisa përgjegjësinë, që të jemi sa më të përgjegjshëm të nxjerrim kuadro sa më të përgatitura kualitative, kuadrat të cilët janë të përgjegjshëm për nevojat e tregut të punës, dhe në këtë mënyrë kur kuadrat janë sa më të përgatitura, ushtrojmë presionin e tyre në mënyrë më profesionale, më të denjë, sigurisht edhe ne do të thotë jemi më inkurajues për të vazhduar me punën, sakrificën, përkushtimin, përgjegjësinë, për arsye se natyrisht është institucion i shenjtë, i rëndësishëm, që kërkon punë, përkushtim çdo ditë, po mundohemi së bashku me edhe ju falenderojmë që na jepni mundësinë të shfaqim këto pikpamje tona, të ndajmë këto botkuptimet, për arsye se përmes prezantimeve ne arrim të marrim edhe opinion nga miqët, dashamirë, edhe nga një vlerësim kritik ku mundimi që të përmirësohemi, ku mundi që të jemi më mirë, nga fakti se ndonjëherë mund të kemi shumë ide, po e rëndësishme është edhe idetë tona shpeshherë duhet bëhen edhe update, edhe të jemi ashtu të ecim me kohën që jemi më inovativ. Dhe me këtë rast i ftojmë gjithë, natyrisht edhe televizioni juaj, që ta shënojmë këtë përvjetor të themelimit të institucionit tonë, dhe besoj se do jetë një ditë e veçantë. Po gjithashtu në prak, nëse më lejoni të prezantojmë edhe pak minuta, është fakti se para mbajtjes së Akademisë Kryesore kushtuar 31 vjetorit themelimit të Universitetit të Tavës, ditë më parë, konkretisht ditën e hënë, do të ndajmë edhe certifikatet për studentët ekselent. Lidhja me studentët, do thotë ajo përkushtimi është një sferë veçantë. Pa marrë parasysh sa jemi efikas, atë ne nuk mund ta themi se jemi 100%, ne tentojmë, ashtu qëllimi është. Fokusi kryesor është studenti, që ato të ndjenë mirë, ato të jenë të përkushtuar, të vlerësuar. E tash sa mundi më është tjetër, po kryesore në përcaktimet tona programore, në punët, aktivitetet e përditshme, mundohemi që t'ju krijojmë mundësi, edhe që ata të jenë pjesëmarrës, do thotë në punën, në angazhimin, vendimmarrjen, dhe mbi të gjitha të jenë të vlerësuar, të kenë motiv. Unë mendoj ndoshta dakordoni, besoj Lisa, se shpeshherë ka institucione që thonë se përshirvja e trive, gjinis femërore, do thotë mirë, po ndonjëherë mbeten deklarative. Unë dëshiroj që këto mos jenë deklarative, ashtu që kur themi për krahja e trive studentëve, unë dëshiroj që ajo të jetë reale. Edhe shpeshherë, edhe më herët do të thotë si profesor, jam munduar që gjithmonë studentët, për shembull edhe në aktivitete ndryshme që kemi pati nxjerrim, qoftë në moment fundit ndonjëherë edhe ad hoc urdhëroni që ai të merr përsipër një përgjegjësi, të prezanton diçka, lexon, moderon. Jepet mundësia. Ashtu, t'jepim mundësinë se do thotë ato kanë shumë vlera, ndonjëherë edhe nuk e kuptojnë. Kështu që dhënia e mundësisë për studentët dhe vlerësimi i punës tyre, unë shmoj shumë këtë ngjarje,
zhvillohet ditën e hanut dhe diku janë afër 100 studentë ekselentë të cilët do marrin bursa në fakt që lejohen nga participimi për realizimin e studimeve të tyre dhe jemi të emocionuar që është një vlerësim shumë i mirë si për studentin, por edhe për familjet e tyre. Në këtë rast besoj dakordani lista është shumë e rëndësishme që edhe familja është shtylla kryesore që e mban, që mbështet vajzën, djalin, do të thotë në shkollimin, ngritjen, edukimin e tyre, në vështirësitë e jetës që i gjendet pranë dhe mendoj se kjo ka një karakter të dyfisht që edhe prindërit janë bindur se institucionet kujdesen dhe e vlerësojnë. Edhe funksionojnë. Ashtu, funksionojnë. Se ndonjëherë mund të krijohet ndonjë skepticizëm që sa mbështeten. Pa marrë parasysh, dhe nuk themi se është një mbështetje shumë e madhe, mund të jetë simbolike do të thotë ai participimi i lirimit nga semestri, por megjithatë më shumti si një akt solidariteti dhe motivimi e marrin për gjithë ta studentë të ri dhe dëshiroj që në vazhdimsi ata të përfundojnë studimet me sukses dalluar dhe të jenë shumë më të mirë se ne dhe në të ardhmen ta ushtrojnë profesionin e tyre në mënyrë të shkëlqyer dhe kjo do jetë mburja më e madhe për gjithë ne, po edhe në këtë mënyrë ne mendoj që mund të ndihmojmë edhe shtetit, komunitetit, shoqërisë tonë. Sigurisht kemi kuadro më profesionale. Faleminderit. Po shpresojmë kjo është edhe tendenca për atë mundohemi ne kohë mbas kohe me ato mundësi tona që kemi ligjore, financiare, do të thotë që ti motivojmë të rit edhe ato të marrin përgjegjësi, po edhe para përfundimit studimeve që të jenë aktiv qoftë në për projekte, programe të ndryshme dhe kështu me radhë. Universiteti i Tetovës definitivisht ka shënuar histori, të them për komunitetin shqiptar, ka pas një gjatësi të madhe, po edhe në ato periudha, siç e përmendet edhe më herët, ka qenë periudha vështirë, mirë po me kontributin e të gjithëve ja kemi dalë dhe me të vërtet ato figura që kanë ligjeruar qysh në fillimet janë për të përshëndetur edhe kanë pas fat shumë studentë që ti kenë si profesor. Kohët e fundit keni qenë edhe pjesë e disa ngjarjeve të rëndësishme brenda dhe jashtë vendit, të flasim pak për këtë pjesë. Cilat janë ato përfitimet e prekshme që marrin studentët nga këto ngjarje, sidomos ato jashtë vendit? Po, realisht janë disa marrëveshje reale, të cilat i realizojmë sikurse me institucionet brenda vendit, po edhe me institucionet jashtë. Tani e pranoj një fakt. Në fazat e mëhershme, në fazat e para natyrisht marrëveshjeve, ka qenë faza me cilët është dashur të krijohet një partneritet me institucionet e tjera. Gradualisht, duke marrë përvojë, duke u ngrit, edhe duke pa përparësitë, mangësitë, do të thotë kemi ardhur në një pikë shumë të mirë që quaj unë, që definitivisht i nënshkruajmë marrëveshjet e bashkëpunimit edhe në moment pavarë parasysh me cilin institucion, edhe unë si rektor drejt për drejt aty kërkoj disa pika që më njerë fillojnë implementimi. Edhe zakonisht me shërbimet tona, administratën, sektorët e them këte. Okej, pranojmë për shembull kërkesën, ofertën, mundësinë, do të thotë që të nënshkruajmë marrëveshje bashkëpunimi me institucione brenda dhe jashtë, por sparit i kemi 2-3 pika reale të i konkretizojmë, mande vazhdojmë me varësisht nga koha, shohim se çka mund të ofrojnë institucionet njëri tjetrin, edhe rëndësishme se këto marrëveshje janë reale dhe zbatohen. Shembull, kemi marrëveshje me Universitetin North Illinois në Chicago. Profesorët, studentët, do të thotë kanë shku, kanë ardhur, vinë, i presim programe konkrete, mobiliteti, do të thotë kanë realizu, studentët kanë marrë pjesë në trajnime, ka rezultate konkrete dhe kjo është rëndësishme që të fillohen hapat, pa marrë parasysh deri sa janë efikas. Rëndësishme që janë transparente dhe të zhvillohen. Tani nuk e di mund t'i radiset disa tjera aktivitete. Pas fundmi kemi qenë edhe në Londër, Mbretërinë e Bashkuar, në Angli, edhe është zhvilluar aktiviteti pra konferencë e rektorëve, universiteteve, diku afër 1000 universitete kanë qenë që janë pjesëmarrës të Magna Carta. Magna Carta është një asociacion i universiteteve shumë serios, është një nivel shumë i lartë, ku edhe ne jemi antari saj, edhe këtë vit ka patë edhe antarësime të reja dhe ditën që ishim prezent, fatmirësisht edhe Universiteti i Prishtinës ishte ndër institucionet e reja që u antarësu, ne shkruajtën marrëveshjen për antarësim, duke i përgëzuar edhe ne, kështu që edhe e rëndësishme ishte që në këtë konferencë pra në Londër u diskutua, afirmua rritja e përgjegjësisë për lirinë akademike, do të thotë çështjet e cilësisë. Edhe kjo është e rëndësishme se
aty bartën përvojat në mes të institucioneve, shteteve të ndryshme, por edhe të universiteteve, por edhe njëkohësisht është edhe një mundësi reale ku ne kërkojmë edhe bashkëpunim me njëri tjetrin, shohim ku kemi ato pikat prioritetet tona, çka mund të ofrojmë për tjerët, jo vetëm të kërkojmë, por edhe njëkohësisht cilat janë ato përvojat që duhet i marrim. Unë jam vetë kritike dhe them publikisht Lisa që cilat praktika ne duhet i braktisim dhe çka duhet të marrim. Vetëm në atë mënyrë arrin që të Faleminderit. Unë mendoj se është koha ku gjithë secili duhet me qenë real, transparent. Këtu, unë zakonisht shpeshherë në takime ndryshme dhe konferenca them që e filloj prezantimin me atë që them këto janë pikat e dobta tona. Këto janë pikat e forta. Nëse keni nevojë për mbështetje, këtu e kemi pikën e fortë dhe mund të ofrojmë sigurt, pa marrë parasysh se ne jemi ndoshta një shtet pak më i vogël, por edhe ne kemi kuadër të mirë, kemi disa punë të mira, kemi djem, vajza, student, profesionistë si ju që ushtrojnë punën, media, në sferat të tjera që në mënyrë sa më profesionale ushtrojnë punën e tyre, zanatin e tyre dhe kemi me çka mburemi, por ka do të thotë sfera, sektor ose themi ne edhe brenda shembull punë cilët ne duhet të përmirësohemi dhe të marrim përvojat e tyre dhe mira ishte që edhe këtu ne ishim të përfaqësuar në nivel të lartë. Kishim mundësi që të vizitojmë edhe Universitetin e Cambridge-it dhe një risi mjaft e rëndësishme dhe një ndjekje për një periudhë dhe një seancë drejt për drejt funksionimit organizimit të dhomës Lordëve, për arsye se është e rëndësishme, ne dim që Anglia njihet si shtet, si vend i shumë zhvillimeve, jo vetëm vendi ku paraqitet edhe monarkia apo mbretëria me ato format e veta më të përsosura për herë të parë në nivel botror, por edhe lindja e demokracisë, përkatësisht parlamentit, edhe zakonisht ne kur shkojmë në një shtet në një vizitë, na intereson që të marrim disa anë, disa tipare, përvoja sa më të mira që të mundohemi të paraqesim para studentëve tanë. Dhe çështja tjetër është që njëkohësisht ishim edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Texas, Houston, Dallas, ku ne kemi të nënshkruar marrëveshje bashkëpunimit me Universitetin Sam Houston në Texas dhe është Sam Houston State University. E mira është që realisht ne tani kemi konkretizuar shumë punë, krahas faktit që me këtë universitet kemi bashkëpunimin për të organizuar konferenca të përbashkëta shkencore, veprimtari botuese, tribuna të ndryshme. Ajo që është më e mira është se universiteti ka ofruar edhe mundësinë e bursës studentore dhe tani sektorët tanë janë duke e lehtësuar këtë komunikimin që ta bartin sa më lehtë dhe ta thjesojnë për studentët se si është mënyra e aplikimit, por njëkohësisht edhe për studentët qoftë të studimeve themelore apo të magjistraturës, do një nga ata i cili mendon që të vazhdon studimet apo të studion duke bartë përvojat e këtij partneriteti, natyrisht ne dim që të rritë munden edhe vetë, po në këtë rast është një lehtësim. Ajo që do të thotë në ka lanë mbresa shumë mira, do të thotë që ne ishim do të thotë në pritje nga ana e rektorës së këtij universiteti, gjithë dekanëve, për arsye se ato e kanë rektoratin, sektorët kanë kolegje, do të thotë sikur se ne që kemi fakultetet, kanë disa kolegje në kuadër të universitetit tyre, gjithë udhëheqësit e tyre, bashkë me dekanën, prorektorët jemi taku, dhe e mira që ishte se na bën një nder jashtëzakonisht të madh, do të thotë me rektorën e këtij universiteti, do të thotë jemi angazhuar edhe me një alumni mikun tonë, do të thotë nga Republika e Kosovës, do të thotë që ka studiuar në gjallë, do të thotë në këtë universitet, edhe është angazhuar, ne falenderojmë gjithë miqt, edhe kemi pat një organizim jashtëzakonisht të mirë edhe me lobin shqiptar që vepron në Texas, kryesisht në Dallas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë besoj se ato emisionin e di që nëse jo drejt për drejt, nëse nuk arrin ndërkohë do e kërkojnë që ta shohin edhe jam i bindur, kështu që edhe i përshëndes dhe i falenderoj për gjithë atë interesim që shfaqen për arsimin e lartë në tërësi për ta mbështetur në Maqedoninë e Veriut, Universitetin e Tetovës, po në veçanti të rinjt studentët tanë, dhe kjo ishte edhe në kryesisht tema e debatit që kemi zhvilluar, bisedimet se ku mund të jetë fokusi që ata dëshirojnë për shembull bëjnë diçka për arsimin, edhe unë kisha vetëm një kërkesë lutje ndaj tyre që
studentët kur të vinë, lutem që të mundoni, të trajtoni dhe të lehtësoni sa më shumë do të thotë qëndrimin e tyre në SBA. Shpresoj që të ketë studentë të paraqitur, për arsye se mundësitë janë shumë reale. Njëkohësisht falenderojmë edhe ambasadorin e Republikës Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që njëkohësisht na ka qëndruar bashkë të thotë në këto takime për të lehtësuar për të dhënë kontributin e tyre, por edhe shumë do të thotë të interesuar tjerë dashamirë të arsimit, cilët natyrisht kretë me emra është e pamundur me i përfshi. Edhe mirë është që do të thotë se në gjithë këtë rrugtim si universitet kemi partner serios, edhe që mbresat të veçanta do të thotë ishte fakti që përderisa ne kemi arritë edhe institucionet ndërkombëtare të bindim me seriozitetin e punës tonë, ajo është e mira. Të tjera sigurisht që vinë gradualisht dhe presim, besojmë që në vazhdimsi edhe profesorët, studentët, administratët të përfitojnë nga këto marrëveshje dhe mundet profesorët edhe individualisht të shkruajnë punime, hulumtime, do të thotë lirshëm të punojnë, komunikojnë. Dhe mendoj se në këtë mënyrë në arrim të marrim një kulturë pune, risi, të bëmi update, po kuptohet tash ne dim që në shumë sfera do kanë edhe një teknologji më të zhvilluar. Jo që ne jemi pa te, po natyrisht do të thotë se ka sfera që dhe na vërtet kemi kuadër shumë të mirë, në zakonisht lisa nga bashkëpunimet që kemi me sferën ndërkombëtare, universitetet jashtë, gjithmonë sa më shumë arrin mbështetje, shoh dhe jam i bindur se edhe ne vërtet kemi kuadër shumë mirë në disa sfera, kemi studentë shumë të mirë. Edhe për atë se ndonjëherë shoh ka, si më thonë, rivalitet në mes të gjeneratave se si është brezi i ri, edhe unë këtu jam pak më ekstrem, e mbroj brezin e ri, se ndonjëherë ndoshta është një gjenerat më vjetër, ndoshta nuk janë shumë të kënaqur, po them jo, të rit janë mirë, janë rrugë të mbarë, po është problemi se ne do t'ju japim më shumë hapësirë atyre, do të punojmë edhe do të sakrifikojmë edhe pak më tepër, që t'u krijojmë më shumë mundësi, më shumë kushte, edhe besoj se ato e kthejnë me punë. Sigurisht edhe shumë e rëndësishme ndër të gjitha këto që i përmendët që të ngritim sa më shumë vetdijen edhe tek studentët të përfitojnë prej këtyre mundësive realisht, të shkojnë edhe të shohin botën jashtë, të shohin se si funksionon edhe të marrin prej asaj përvoje, njëkohësisht duke falenderuar edhe të gjitha ata që kontribuojnë që nga jashtë neve pa diasporën tonë dhe të kishim shumë gjëra të pamundura për të realizuar, andaj jemi shumë mirënjohës për atë që bëjmë për të rinjt. Rëndësia për universitetin tek aktivitetet studimore dhe shkencore, çka sjellin ato për universitetin dhe njëkohësisht edhe për studentët? Natyrisht ata sjellin shumë risi, e para ngrisin nivelin e përgjegjësisë, prioriteteve. Ja për shembull do përmendi faktin që ditë më parë, javë më parë ne kemi patur të organizuar edhe kongresin e shkencave shoqërore, të arteve, sociale, parlamenti studentor, po ashtu ka patur edhe konferencën e tyre. Edhe është një moment ku mblidhen studiues nga vende, shtete të ndryshme, dhe në këtë rast, krahas asaj ato që bisedojnë për inovacionin, por mendoj se njëkohësisht aty shifet edhe merret ajo niveli përkushtimit ndaj njëri tjetrit, jepet ai indikimi se sa për shembull se ndonjëherë nuk është vetëm se çështja e teknologjisë ose kushteve, ka disa punë të cilët unë them kryen edhe pa financa, edhe pa teknologji, vetëm a ke dëshirë dhe vullnet, po edhe duhet me qenë kreativ. Kështu që këta aktivitete shkencore do të thotë spari e nxisin vetdijen në punësit, profesorët, administrata, studentët, pastaj edhe marrim kulturë, do të thotë nga njëri tjetrit, kulturë pune, veset e mira, çka duhet të bëhet delay, çka duhet të bëhet update, dhe të merret, largohet. Edhe çështja tjetër kontributi edhe për institucionet e tjera, për arsye se ato mendime, konkluzione të cilët bisedohen, nxirren, trajtohen, sigurisht janë shumë dobishme jo vetëm për universitetin tonë apo universitetet e tjera, por në fakt edhe për institucionet shtetërore. Se shpesh herë shembull në kongreset, por kemi edhe simpoziume, do të thotë tema, debate, tryeza të rrumbullakta, në cilet trajtojmë tema që janë aktuale. Dhe këtu është edhe raporti jonë me komunitetin e kontributit që japim, për arsye se nëse ndonjë temë shumë aktuale ne marrim përgjegjësinë me organizuar një tribun ose një panel të veçantë gjatë kongreseve tona,
me qëllim që të nxjerrim konkluzione të cilat janë të rëndësishme për institucionet tona. Po marrë parasysh për cilën sferë, për arsye se ne kemi pushtetin ekzekutiv dhe lirisht ato mund t'i shfrytëzojnë ato konkluzione për me përmirësu gjendjen në një sferë të caktuar apo në një sektor të organizimit, funksionimit të institucioneve tona shtetërore apo krijimit të politikave publike. Dhe sfera tjetër e pjesëmarrjes së studentëve, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tani gati sa është duke u shndruar edhe në traditë organizimi i konferencave ndërkombëtare studentare. Unë në vitin e kaluar edhe personalisht si në rektorit isha edhe në Universitetin e Tiranës, ku Parlamenti Studentar që organizonte konferencën studentare ndërkombëtare, edhe me shumë kënaqësi morëm pjesë dhe vërtet është mirë kur edhe një mbështetje themi modeste ndaj trive, por njëkohësisht edhe ato të inkurajohen. Këtu është ai hapi i parë, ne ndonjëherë themi që krijojmë disa një rivalitet do të thotë me kur bashkëbisedojmë me do të thotë mos themi me palë, po me kolegë, shok, miq, themi që kur ka momente që thuhet se mos po gabojnë. Unë dëshiroj të shoh të rriten edhe duke gabu. Le të rriten me gabimet e tyre për arsye se ato do të përmirësohen. E rëndësishme që ne duhet t'u japim hapësirën që meritojnë. Rast ato i kanë hapësirën që meritojnë, si fillim, ndonjë lëshim, ndonjë gabim mund të jetë shumë i vogël, po mund të mos jetë as pak. Andaj kështu rriten dhe kështu krijohen kuadro të reja, duke i përfshi edhe përfshirja e tyre në anagzon, mundohemi që t'u japim më shumë hapësirë. Nuk do të thotë se themi se jemi 100% ndoshta aq të përkushtuar, por tendenca jonë është e mirë që të japim sa më shumë hapësirë në çdo sferë. E kryesisht është e mirë që organizimi edhe i konferencave shkencore ndërkombëtare edhe nga ana e studentëve tani më është bë traditë. Kjo është një vesë i mirë, është një shenjë mirë që edhe ato marrin përgjegjësi të fillojnë të organizojnë, të diskutojnë, debatojnë, po marr parasysh sa i arrin. Unë shpesh them që nuk duhet të ndjeni keq shembull në rast se nuk keni arrit të nxjerrni një konkluzion shumë të saktë, për arsye se askush nuk ka lind i ditur. Asnjë sportist i njohur, asnjë nobelist. Edhe ai është mësuar me jetën, edhe ai ka gabuar. Është rrit përmes gabimeve dhe ka arrit deri te një konkluzion përkatës. Ndoshta edhe mund të ketë pas shumë gabime, por ai ka pas guxim. Edhe ka filluar, ka punuar. Qëllimi i mirë, kur thot popullata, është një fjalë shumë e mirë në jetë, i mirë për kushtimin në gjithçka. Edhe kjo është që ne do të mundohemi sa më shumë të japim mundësi, edhe ti inkurajoj, do të thotë. Zakonisht ne brenda universitetit tonë të paktën 2 herë në vit kemi kongreset tona ndërkombëtare. Edhe falenderoj gjithë ato profesor miq të Universitetit të Tovës, të cilët vinë nga shtete, vende, universitete të ndryshme dhe paraqesin të arriturat e tyre shkencore. Edhe unë shpesh herë kur kam patur hapësirë, kam shkuar në ndonjë panel dhe më vjen mirë fakti që debatohet realisht, edhe ka ndonjëherë mendime them ekstrem të kundërta, që ajo është zhvillim, si ku ka mendime të kundërta, njëri përqen hyrën e barë, tjetri të zezën, apo njëri këte konkluzion, apo tjetri, atëherë arrim në rezultate përfundimtare të dobishme, dhe të thotë se ka një qasje shumë serioze. Dhe natyrisht mos harrojmë që krahas kongreseve do të thotë që i mbajmë, njëkohësisht në kuadër të çdo fakulteti, pra në Universitetin e Tovës, siç e dini, organizohen dhe funksionojnë 13 njësi akademike apo fakultete, dhe në çdo njërin nga ata botohet revista ndërkombëtare me impakt faktor. Dhe këta punime, të cilët profesorët, studiuesit nga vende, institucione, shtete të ndryshme i prezantojnë, ato kanë edhe mundësinë që t'i publikojnë edhe në revistat tona shkencore. Për njëkohësisht ne i ftojmë edhe ndonjërin nga studiuesit të cilët shembull nëse në një moment të caktuar nuk kanë arritur të realizojnë të jenë pjesëmarrës në konferencë, sigurisht që punimet e tyre munden që t'i prezantojnë edhe në vazhdimsi në momentin kur bëhet thirrja, hapja e tyre, por shoh që do të thotë është paraqitur nga ana juaj një pamje nga ana e festave të nëntorit. Ne kemi patur është një moment emocional për ne, për arsye se ka disa momente që janë shumë profesionale, po edhe shumë emocionale, do thotë ku ne shfaqim mirënjohjen tonë. Është një ekspozitë që pra është e përkushtuar për arsimdashtë si gjithë mësuesit tanë.
besoj se fjala mësues është shumë e madhe dhe zakonisht kjo na e themi me shumë përgjegjësi dhe na emocionon për arsye se e dini ato e trasun rrugën që ne sot kemi Universitetin Gjuhën Shqipe. Ashtu, ne vetëm se mund ta kemi zhvillu, duke ditë se në kushte në rrethana shumë të rënda kanë arritur të organizojnë procesin mësimor në momentet vështira, në regjime tegra, në diktaturat ndryshme, po aty kanë ruajtur kulturën Gjuhën Shqipe dhe kjo qenë një moment shumë i veçantë dhe ne në kuadër të universitetit kemi hapur një kënd, një ekspozit që kemi përkushtuar do të thotë gjithë mësuesve tanë, themi, jemi mundu bashkë me disa miq edhe nga vende tjera, disa profesorë nga Fakulteti Filozofik që kanë punuar, falenderoj gjithë ekipën, gjithë sektorët që i kanë gjetë edhe tani janë ato në hapësirat tona, themi që janë më pranë e Universitetit të Tetovës dhe çdo qytetar çdo kush mund t'i sheh, edhe sidomos është një kënaqësi kur i sheh të shkollat e vjetra, e ato sot kanë mundësuar që të kemi edhe pallate të mëdha universitare ku të rit, treja, gjem vajza shkollohen dhe marrin njohuritë e tyre. Pra kjo është edhe një përgjegjësi Liza që ne bëjmë një përkushtim në kuadër të punës tonë. Natyrisht që çdo fakultet për shembull ka angazhime shtesë. Shembull në kuadër të fakultetit juridik është klinika juridike që është donacioni i ambasadës Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ne ju falenderojmë për këtë. Edhe gati se në çdo vit e mirë është se shobat na kanë ndihmuar shumë jo vetëm me klinikën po edhe me ekspert. Shpesh herë kemi disa profesorë të cilët janë miq të universitetit edhe do të thotë unë po shfrytëzoj edhe mundësinë ti falenderoj është profesori Gjim, profesoresha Judith dhe shumë të tjerë, mos i lëm pa përmend, po gjithsesi se disa të do të kërkojnë ta shohin emisionin edhe që t'ju ndihmojmë. Kështu që vini përgatisin studentët tanë, marrin pjesë në përgara të ndryshme, stimulojnë seansa ndryshme gjithësore. Edhe është kënaqësi do të thotë shoqëror me profesor amerikan. Natyrisht që kemi do të thotë edhe laboratorë të ndryshëm për shembull në sferën e psikologjisë, po ashtu themi edhe në teknologjinë ushqimore dhe natyrisht që sfundi e kemi patur edhe një donacion mjaft mirë nga ana e Ministrisë së Bujqësisë që falenderojmë do të thotë për të lidhur me pajisjet do të thotë të moderuara, është laboratori i shkencave të zbatuara ku bëhen analiza e materialeve ndërtimore, këtë besoj se më mirë ju mund ta njihni këtë sferë. Si arkitekte. Ashtu edhe është një vit në cilin e mundohemi tani të kemi një fokus më të lartë, një përkushtim më të mirë kryesisht ndaj laboratorëve, klinikave që ti pajisim për arsye se kuptohet se institucioni ka patur shkollat e veta të evolimit, të zhvillimit dhe natyrisht që ka qenë e pamundur për një herë të jenë në funksion të plot, them kështu me përgjithësi të plot, çdo sektor, çdo sferë. Natyrisht se institucion themi relativisht i ri, edhe pse shënojmë 31 vjetorin, e tani mundohemi të shohim se cilët janë ato pikat të cilat duhet i forcojmë edhe kryesisht i kemi të shndruar edhe në prioritetet e vitit 2026. E pranojmë do të thotë se ku i kemi ato pikat e forta dhe ku duhet që ato dobësit t'i eliminojmë dhe të ecim para dhe mirë jemi, ne pretendojmë që t'jemi edhe më mirë, po natyrisht gjithmonë duke qenë edhe vetë kritik të asaj që bëjmë, gjithmonë e bëjmë edhe analizë të punës tonë, planet ditore, javore, mujore, temi semestrale, vjetore dhe që të mund të kemi më shumë sukses në kuadër të kësaj veprimtarie. Është shumë e rëndësishme kjo që thatë, kritikat të bëjnë më të mirë dhe neve si popull duhet të angulitim këtë mentalitet tek neve, se është e rëndësishme që të shohim ku jemi gabim edhe ku duhet të përmirësohemi. Një herë Azita përmendi edhe atë që thatë më herët, digitalizimi është pjesë e jona, e shohim për gjatë kohës se ku janë të rinjt të orientuar edhe duhet patjetër të përshtatemi edhe kërkesave të rinjeve. Gjithashtu, më pëlqen shumë që e keni integruar edhe aspektin kulturor tek aktivitetet tuaja dhe interaktiviteti është shumë i rëndësishëm për ta bërë më interesant këtë proces. Sidomos të zonës së më lejoni që pak të përmend se është e pamundur gjithë aktivitetet, për shembull, falenderoj gjithë profesor, profesoresha, student, fakultetit arte dhe ne kemi edhe student mirë, si çdo kund, pa edhe tek artet, cilët kanë realizuar murale të ndryshme, mund të t'i shihni ekspozita të shumta. Edhe shpesh ne jemi të ftuar në ekspozita, nuk arrim që të përgjigjemi çdo ftesë shkaku i angazhimeve që kemi të përditshme me punë, po ndonjëherë
kemi edhe si befasi, ne shkojmë në ekspozit kur e shohim se komplet gati janë stafi, janë student tanë, punë të mrekullueshme, bëjnë me ambasada, me botën ndërkombëtare jashtë që realisht ne çmojmë këte. Ose për shembull, sikur se studentët e fakultetit ekonomik që japin kontributin e tyre mundohen bëjnë pjesën praktike nëpër sistemin bankar, kompani të odën ekonomike. Me këtë rast i falenderojmë edhe ata si partner të Universitetit të Tetovës që japin kontributin. Gjitha asociacionet e tjera, sikur se janë edhe Albis dhe gjithë tjera, të cilat po shoh se mundohen të stimulojnë studentët, pa marrë parasysh qoftë Universitetit të Tetovës apo të universiteteve të tjera, në tërësi është e dobishme hinore dhe shumë fakti mirë që kur mbështetet një njeri i cili do universitet me qëllim që ne të nxjerrim të kemi kuadro sa më të mira, por secili fakultet, për shembull edhe Fakulteti i Kulturës Fizike, ne zakonisht e shënojmë ditën e pavarësisë Shteteve të Bashkuara të Amerikës kur jemi në 4 korik dhe me aktivitete sportive. Është shumë janë kreativ edhe Fakulteti Pedagogjik me organizimet e tyre që bëjnë. Zakonisht kemi javën e veçantë studimore dhe shumë pëlqen kur kam kohë hapësirë dhe mundohem që të shkoj të shoqërohem, i shohim studentët, vërtet Liza japin mendime, propozime shumë interesant, bile edhe aktiviteti i fundit që ishin nga studentët e Fakultetit Pedagogjik, ishin me disa asociacione organizate dhe unë propozova që kishin propozime shumë mira që ato do të në formë të shkruar të adresojnë dhe në institucione ose komunat të ndryshme, për arsye se realisht ishin projekte të mira zhvillimore. Ka disa që mundemi ne, po edhe institucionet e tjera. Kështu që edhe fakultetet e studentët e fakultetit të mjekësisë shpeshherë japin kontributin e tyre në ndihmës, trajtim qytetarëve në momente data të saktuara. Besoj se si tërësi mundohemi që qapim atë kontributin tonë, të jemi më gjithë përfshirës edhe natyrisht që të shfaqet ajo e cila është e arritur, duke u marrë si përgjegjësi dhe stimul për të vazhduar punojmë edhe më shumë dhe më fuqishëm dhe besoj që bashkërisht do ja dalim. Para se të vazhdojmë tek pjesa jone e fundit për të parë edhe prioritetet tuaja strategjike edhe ato pikat që do t'i bëni për të arritur një sukses edhe më të madh, bashkëpunimin tuaj me institucionet shtetërore, si funksionon, cilat janë ato takimet apo synimet që keni në nivel institucional? Po, faleminderit Lisa, realisht kjo është edhe një ndër pikat kyçe do të thotë bashkëpunimit të institucioneve themi brenda shtetit, për arsye se krahas aspektit të ndërkombëtarizimit, faktor mjaft i rëndësishëm është për ne do thotë bashkëpunimi me institucionet e sistemit juridik, krahas asaj se studentët ta bëjnë pjesën praktike, ne kemi marrëveshje dhe bashkëpunim shumë mirë, po është një diçka tjetër. Për shembull Parlamenti, Kuvendi miraton buxhetin për ne, edhe është një institucion që drejt për drejt ndikon, po edhe pushteti ekzekutiv, ministritë, komunat, andaj unë shfrytëzoj edhe një herë mundësinë që apeloj gjithë institucioneve, ne jemi shumë të hapur korrekt për bashkëpunim me çdo institucion, për arsye se edhe ne mund të japim kontributin ton edhe përmes profesorëve, studentëve, pjesëmarrjes, edhe që falas të ekspertëve, vetëm që ta ruajmë atë bashkëpunimin në tërësi të institucionit, më vjen se jemi vetëm kërkues, por në këtë rast do të thotë sikur na morët pak para kohë edhe një lajm mjaft të rëndësishëm, po megjithatë atëherë po e shpalosim tani. Në me datën 17 dhjetor do të kemi vërtet një fest të madhe 31 vjetorin e themelimit të universitetit, por shpresojmë që kemi edhe në shkrimin e marrëveshjes kolektive në mes të sindikatës së të punësuarëve dhe Kuvendit, si themelues i universitetit tonë dhe universitetet të tjera publike, po shtetërore. Dhe me këtë rast falenderoj gjithë ata cilët kanë kontribu, falenderoj sindikatat tona, ne kemi qenë në anën e tyre mbështetës dhe sigurisht që është një periudhë, ndoshta ka një vit e gjysmë diçka që patëm ndryshimin e ligjit në arsimit lartë, por ndoshta ka patë edhe një periudhë skepticizmi se ende nuk ishte realizuar marrëveshja kolektive se çka do të bëhet me pagat e të punësuarve, për arsye se ndoshta e dini që pagat e të punësuarve mësimdhënësve, profesorëve, të administratës në universitete janë të rritur mbi 100% dhe ne gëzohemi për këtë, për arsye se kjo është një hap mjaft i rëndësishëm që të krijojmë kushte sa më të mira, që të kemi një sistem arsimor më të avancuar, edhe definitivisht në shkruhet edhe marrëveshja kolektive me Kuvendin Republikan, kështu që mirënjohës gjithë. Shumë pjesë e rëndësishme. Për fund fare kemi edhe pak minuta, si e shihni të ardhmen e Universitetit të Tetovës në vitet të ardhshme në kontekstin e arsimit të lartë në vend, por edhe më gjerë? Faleminderit. Tani do të thotë përkushtimi im është në ato sfera në cilat ne mendojmë që duhet të forcohen me qëllim që shërbimet tona
tjenë sa më efikase, më transparente. Jemi duke punuar do të thotë në strukturimin themi edhe të qendrës për karrierë, qendrës studentore. Aktualisht besoj se ditët në vijim do të ndërmerren edhe hapat konkret që të kijojmë një zyrë, një hapësirë më të moderuar, edhe besoj se do jetë e nivelit të tipit evropian, që informatat të sponsorit, studentët kryesisht kenë mundësi më lehtë, qasje më të drejtë për drejtë dhe më të shpejt në këtë sferë. Jemi duke punuar edhe në do të thotë çështjen e muzeut të universitetit, për arsye se aty janë të ruajtura gjitha dhanat, historia, pra kemi nevojë për pak modernizim që të jetë më i përshtatshëm për gjithë vizitorët. Çështja tjetër është, do të themi, sfera e digitalizimit. Këtu realisht është një pikë jo, në do dalë nga modestia shumë e fortë. Realisht çështjen e digitalizimit e kemi shumë mirë në nivel jo vetëm shtetëror, ndërshtetëror, temi rajonal, por edhe më gjerë. Pse? Për arsye se do të thotë realisht shërbimet tona, do të thotë kryesisht gjitha shërbimet të cilat i realizojnë studentët janë përmes platformës së veçantë online, qoftë pagesa, paraqitje provimeve, rezultate, certifikata, po është një lehtësim shumë i madh dhe është një sistem, të them kështu në popullor, është një brum i janë, do të kemi ndërtuar vetë dhe mburimi me këtë që kemi kuadrat të cilat marrin përgjegjësi të bëjnë vetë diçka. Dhe realisht është një sistem i mirë, kjo është pika e fortë. Tash cila është pika tjetër ku kemi nevojë për plotësim, përmirësim, por edhe për mbështetje institucionale. Por edhe nga çdo kush që na dëgjon, i cili është dashamirë i arsimit, mund të jap kontributin e vet. Është çështje shembull edhe e temi kompjuterizimit, sferave të tjera, për arsye se natyrisht që teknologjia me kohën edhe vjetrohet. Ne fatmirësisht e kemi trurin, do të thotë që ti krijojmë programe, do të thotë ti menaxhojmë. Mirë, po e rëndësishme është që natyrisht e dim që ne jemi një vend pak një shtet më i vogël, edhe jo që kemi aq mjete sa duhet, kështu që çdo kush që mundet me ndihmu, me kontribu, edhe ne jemi duke bërë strategjitë tona dhe besoj se kemi një vit të ri të mbarë, gjithë të shëndetshëm, edhe jam shumë i bindur që do të arrijmë edhe këtë pjesë ta forcojmë edhe pak. Natyrisht që marrim përgjegjësinë edhe të shënimit të datave tona historike, data të cilat janë më rëndësi që të rinjt, brezat tanë, studentët tanë dinë të jenë mirënjohës ndaj disa figurave, ngjarjeve të veçanta të cilat kanë shpirt deri që ne sot kemi drejtën arsimit të lartë, vazhdimin e procesit të ndërkombëtarizimit, edhe mundësisë për lehtësim të studimeve të studentëve, do të thotë për shembull sikurse BOFI, institucione tjera të cilat kanë kontribuar në këtë përmes bursave studentore, pra është i mirëpritur çdo institucion që të krijojmë atyre lehtësime, po shpresojmë që të kemi edhe rezultate të reja, edhe njëkohësisht jemi mirënjohës, do të thotë që edhe përmes mediumit juaj kemi mundësinë të kujtojmë partnerëve tanë, miqve tanë që bashkërisht ecim para. Profesor, faleminderit shumë për kohën që ndatë sot për ne dhe për të gjithë informacionet që datë. Jam shumë mirënjohës edhe ju urojmë edhe ju të keni shumë sukses për arsye se bashkërisht mund të arrijmë që të japim kontributin tonë në zhvillimin e tërësishëm. Faleminderit. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për sot, deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirupafshim.